Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur deputetit britanik dhe reformatorit të Brexit Nigel Farage, i cili është shprehur se shqiptarët në Britaninë e Madhe janë aktorët kryesorë në kriminalitet, duke pretenduar se 1 në 50 shqiptarë në territorin anglez janë në burg. Kryeministri Rama sfidoi deputetin britanik për një përballje shifrash reale, duke theksuar se pretendimi i tij është i tejfryrë. Basti i kreut të qeverisë shqiptare shkon më tej, duke u zotuar se nëse është i vërtet 1 në 50 shqiptar në Britaninë e Madhe është i burgosur, atëherë ai do t'i marrë të gjithë në Shqipëri. Shpërthimi i deputetit Farage ndaj emigrantëve shqiptar erdhi pasi kryeministri Rama gjatë një interviste në The Guardian tha se plani i Sir Keir Starmer për të dërguar azilkërkuesit të dështuar jashtë vendit tregon se Britania post-Brexit ndodhet në një vend shumë të errët. Ai argumenton se Brexit e ka ndryshuar në mënyrë themelore diskursin publik në Britani, duke deklaruar se 80% e gjërave që thuhen dhe shkruhen apo që pranohen si pjesë e normave të diskutimit në Britaninë e sotme janë gjëra që do të kishin qenë krejtësisht të papranueshme, krejtësisht qesharake, krejtësisht të turpshme. Nigel u përgjigj komenteve të Ramës duke theksuar se 1 në çdo 50 shqiptar në Britani ndodhet në burg dhe duke bërë thirrje për kthimin e menjëhershëm të tyre në atë. Kryeministri shqiptar në ofendon për Brexit dhe thotë se Britania është një vend i errët, duke kërkuar vende për ku të hedhë migrantët, tha ai. Rikujtojmë se deputeti britanik është një nga reformatorët e Brexit.